Thot Allahu te bareke ve teala: "Iqtarabatis sa'atu wa inshaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir." Sura Al-Qamar, sura e hanës. Dhe hana është prej krijesave të mëdha të Allahu xhalla wa ala, nëpërmjet të cilës krijesë Allahu xhalla wa ala e ka caktuar edhe numrimin e kalendarit, nga se muslimanët kalendarin e kanë me hanën, jo me diellin. E kanë me hanën. Nga se Ramazanin e matna me hanë, nuk e matna me diell. Andaj hana është prej krijesave të mëdha të Allahu xhalla wa ala, është prej krijesave të cilat ndriçojnë natën, është prej krijesave të cilat ju bën dritë njerëzve, është prej krijesave të cilën Allahu xhalla wa ala ka përmendur shpesh në Kur'an: "Wash-shamsa wal-qamar", dhe hana dhe dielli, hana dhe dielli. Dhe këto janë të përsëritura shpesh në Kur'an. Mirë, po në këtë sure ka ardhur për diçka tjetër. Në surën Qamar, e cila mban emrin e hanës, nuk ka ardhur për këtë meselë. Ka ardhur për një meselë tjetër. Ajo është se hana ka qenë prej mrekullive dhe provave dhe dëshmive të pejgamberisë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çdo pejgamber e ka dëshmuar pejgamberinë e tij. Çdo i dërguar i Zotit e ka dëshmuar se është i dërguar me prova dhe argumente, të cilat njerëzit nuk kanë mundësi mi mohu, përveç se inati dhe këmbgulja me fanatizëm. Andaj Allahu xhallahu ala e ka përmendur një mrekulli prej mrekullive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë sure. Dhe kjo mrekulli është e transmetuar në librat e hadithit me transmetimet më të fuqishme, të cilat quhen në gjuhën e shariatit mutawatira. Çashtu që shkar Kurani, ka ardhur edhe kjo ngjarje. Ngjarja është ndarja e hanës në dysh. Ndarja e hanës. Idhujtarët asaj kohe kanë kërkuar prej pejgamberit alayhi salatu wassalam dëshmi. Ka thënë: "Je pejgamber, dëshmoje. Dëshmoje se je pejgamber." Prej dëshmive që i ka pas pejgamberi alayhi salatu wassalam, e ka përmend Allahu xhallahu ala ndarjen e hanës në dysh. Është nda hana në dy pjesë. Kjo hana e madhe. Neve për me perceptu si duhet këta, se tash kjo jetë e kaluar histori dhe historia nuk perceptohet si duhet për nëse na nuk e shijojnë ata në realitet. Ju nëse e kujtoni tërmetin dhe dridhjen e tokës, për ta kuptuar qetësinë e tokës, Allahu na e dridh tokën. Për ta kuptuar se dikush e macet ata, për ta kuptuar rëndësinë dhe madhështinë e kësaj ngjarje të Kur'anit, mundi vetëm me parafitiru. Sikur dielli apo hana sot t'ishte ndarë në dy pjesë, sa muhabeti ishte bo, sa njerëz të kishin diskutuar, sa mediat ishin morë me ta, sa ishin morë. Ju kishte shku njerëzve krejt muhabeti vetëm në këtë mesele. Çka është ndodhur? A ka më ndodhur diçka? Ndarja e hanës. Ata shtetet e ndryshme i friksojnë njerëzit me sende të kota, jo ka me na godit, jo s'ka me na godit, me pallavra i trishtojnë, me pa ndodh, me ndodh diçka e tillë. Kitë muhabeti njerëzve bëhet kjo. Ju e dini se një muaj u bë muhabeti tërmetit. Tash u harru. Kjo është tabiati i njerëzit. Kjo është tabiati i njerëzit. I kujtoni njerëzit duke qëndruar jashtë shtëpive të tyre nga frika prej çkaj, prej shtëpisë të tyre. Kjo ngjarje i ka trishtuar dhe i ka trem banorët e Mekës. I kanë trem banorët e Mekës. Derisa thot Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an, thot derisa një kodër knena dhe një kodër nga ana tjetër, një pjesë e anës knen, një pjesë nga ana tjetër. Dhe Allahu xhallahu ala ka regjistruar këtë ngjarje, sepse ai ka bëu këta. Ka thënë Allahu te bareke ve teala: "Iqtarabat as-sa'a." E ka fillu para se me përmend ndarjen e anës, e ka përmend pse është nda. Iqtarabat as-sa'a. Është afru kiameti. Është afru kiameti. Njerëzit kur t'ju fosh për kiametin, ju doket se janë shumë të largëta. Ju doket se janë shumë të largëta. E Allahu xhallahu ala gjithashtu e din këta dhe e ka regjistruar në ajet tjetër ku ka thënë: "Innahum yarawnahu ba'ida." Njerëzit pe shohin kiametin shumë larg. Shumë larg, kjo fakt. Çdo njëri prej neve këtu me na vet, siç e mendon kiametin, kur ka mendon? Ku me ditë? Me mia vite pas e mendojna. Shumë larg ajo është ajo. Ajo është një ngjarje e largët, nuk është e vërtetë.
iqtarabat as-sa'a. Qoftë Allahu xhallahu ala në surën e kaluar çish u përfundu surja. Surja u përfundua me një ajet i cili fillon me atë ajet në këtë surën tjetër. Tha Allahu xhallahu ala në surën e përfunduar të kaluar, tha e afërta është afruar. Çish e ka thujt? E afërta. Edhe emrin ja ka vendos Azife, afër është. Afër është. Afër është me vdekna, një zonjani për neve. Afër është me ar kiametit dhe më morë llogari për para Allahu te bareke wa taala. Thot Allahu xhallahu ala, është afru kiameti wa inshaqqa al-qamar. Edhe hana është ndarë në dysh. Hana është ndarë në dysh argumenton për afrimin e kiametit. Dhe ata kur e kanë pakë ndarë janë të mërue. E çish kanë reagu? Çish kanë reagu? Dhe se kanë prit këtë ngjarje. Thot Allahu xhallahu ala, wa in yaraw kull ayatin wa in yaraw ayatin yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Thot Allahu xhallahu ala, duke përshkruajtur natyrën njerëzore. Kjo është natyra njerëzore. Andaj, pa e ditë natyrën njerëzore, pa e studiu natyrën njerëzore, pa ja ditë të mbrëmshme dhe të jashtme të njerëzit, neve nuk kena mundësi njerëzit me thirr në fe, nuk kena mundësi njerëzit me thirr në islam, po duhet me i bashku disa ende, njohjen e Kur'anit dhe njohjen e tabiateve të njerëzve. Tabiatet e njerëzit janë shumë më rëndësi, se nuk ka mundësi njerëzit me i thirr në fenë e Zotit Xhelle Xhelalu pa ja njoft atyre tabiatet. Dhe tabiatet janë të ndryshme. Madje një tabiat i një njeriu ndryshon prej ditës në ditë. Mos folni për njerëzit. Një tabiat i njeriu ndryshon brenda ditës. Sot e kije kështu në sabah, në akşam është tjetër njeri. Kështu është natyra e njeriu derisa pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë hadith, edhe Allahu çuditet për njeriu. Jo na mu çudit njëri me tjetrin. Allahu çuditet për njeriu. I çuditshëm është njeriu. Ata duhet me studiue. Dhe Allahu xhallahu ala ka përmend këtë fjalë të xhafirave për ta treguar tabiatin e njeriu. Ç'a tha? Wa in yaraw aya. Kur ata e shohin një ajet, një provë, një dëshmi, një fakt për madhrinë e Allahut, për madhrinë e të vërtetës, për realitetin e të vërtetës, yu'ridu, e kthejnë shpinën. E kthejnë shpinën wa yaqulu, edhe thon, pa çetër me thon. Dhe gjithmonë kur dikush e sulmon të vërtetën, e mbulon të vërtetën, e godet të vërtetën, do e mos detyrohet të e ka obligim që të pavërtetën të quan të vërtet, të e ka obligim, se s'mundët, pa tjetër njerëzëm ju ofru dishka, do e mos, a i cili nuk i beson të vërtetët të Kur'anit, duhet mi morë një grumbull të rrenave dhe gradualisht me na i hedh nga dal. Dhe me na i hedh farët e rrenës që truri jonë me mendu me rrena. Që truni jonë me mendu me rrena. E Allahu xhallahu ala na i tregon këta në Kur'an. Kur ata i shohin ajetet e Zotit, të shikume dhe të lexume. Allah i ka dy lloj ajete. Të shikume dhe të lexume. Të shikume cilat janë krejt çka shifni janë është ajeti i Allahut. Dhe të lexume është libri i Tina. E në Kur'an çka lexohet? Lexohet për madhrinë e Allahut te bareke ve teala. E njerëzit e ta pavërtetës çka thojnë kur i shohin të sende? Jo aridu. Thot Allahu xhallahu ala, e kthejnë shpinën, nuk ju intereson. Nuk ju intereson. Kjo është natyra njerëzore, në esencë. Nuk ju intereson fare. Dhe çka thojnë? Wa yaqulu sihrun mustamir. Kjo është një magji e përsëritur. Një magji e përsëritur. Kur shkonte një njeri te pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe e pranonte Islamin, dhe shkonte tjetri dhe e pranonte Islamin, dhe shkonte i madhi dhe e pranonte Islamin, dhe shkonte i vogli dhe e pranonte Islamin, dhe kushdo që shkonte e pranonte Islamin, çka thoshin këto që kanë me pa e pranue? Sihrun, magjia, kush shkonte ai e ka plonaj me sihrin e tina. Kështu është tradita e njerëzve të pavërtetës. Ata i thojnë magji të vërtetës. Edhe pse e pavërteta është në realitet magji. Thot Allahu xhallahu ala, wa kadhabu. Ata rrejnë dhe përgënjeshtrojnë fjalët e Allahu xhallahu ala. A lejohet mi thon rrejnë njerëzve të mëdhej? A lejohet mi thon njerëzve 50 vjeçar, 60 vjeçar rrejnë? Shikon Allahu xhallahu ala. E vërteta nuk i serviloset me kërkan. Nuk ban pazar me kërkan, nuk ban kompromise dhe nuk e miklon dhe nuk e përgdhel askan, sepse është e vërteta. Dhe nuk i nënshtrohet askujna.
A ban mi thonë njerëzit 60 vjeçar i të rrejt? Allahu xhallahu ala shikon ajeti i tretë në surën El-Qamar, dhe jo veç kjo ajet, po shumë ajete Allahu xhallahu ala wa kadhabu, ata janë të rrejt. 60 vjet njëri me rrejt, po rrejt fladit. Wa kadhabu, thot Allahu te bareke wa taala, ato janë të rrejt, gënjeshtar janë. Wa tabau ahwaahum, dhe ata i ndjekin epshet e tyre. Epshet e tyre. Dhe shikone? E përmendëm në fillim të ligjëratës. Pse përsëritën ajetet? Pse përsëritën ajetet? Dhe pse Allahu te bareke ve teala atë shumë na flet për të vërtetën? Këtu kur mushrikët dhe idhujtarët dhe njerëzit të kotës nuk mundshin me pranu të vërtetën, çka ju dul si pengesë? Mos njohuria, mos intelekti, mos mençuria, s'kan inteligjencë? Ja. Shërbimet inteligjente sot e kanë mbulu dunjajën, shërbimet inteligjente. Kjo botë mbahet, kjo sistem me shërbime inteligjente, kjo të nuk fladitemi me kësi sene. Allahu xhelona tregon se kanë problemin se s'din, se kanë problemin se s'kan intelekt, nuk e kanë problemin se s'kan zgjuarsi, ata janë të zgjut. Ata din me të manipulue, nëse është punë e tregtisë, ata s'munësh me mashtruti. E kështu me radhë. Domethënë nuk është punë intelekti, ata kanë intelekt. Atërkohë është problemi. Wa kadhabu, ata porrejnë. Për çka? Wa tabau, dhe ata i ndjekin epshet e tyre. E epshi është pa inteligjencë. Epshi s'ka mendje. Ata quhet epsh. Epshi është i paditur, epshi është i pafrenuar. Andaj shpesh herë nuk hasemi dhe nuk përplasemi me padituritë e njerëzve, me ignorancat e njerëzve. Mata sa ata nuk din. Jo. Është problemi i epshit, është problemi të kanëmës, është problemi i dëshirës i pafrenuar. Andaj thot Allahu xhallahu ala wa kullu amrin mustaqir. E çdo send do t'i vijë koha e vet. E kjo është kërcënim. Kjo është kërcënim prej Zotit te bareke ve teala për përgënjeshtrimet dhe rrenat çka i thoi njerëzit e rrenës. Allahu xhallahu ala i thot kështu: unë e kum shpalos të vërtetën dhe e kum paraqit të vërtetën me paraqitjen më të madhe. Nuk ekziston më paraqitje më madhështore se libri Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu xhallahu ala: "Walau anzalna hadha al-Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashian mutasaddian min khashyati Allah." Thot Allahu xhallahu ala: "Kët Kur'an, kët të vërtet, mja pas zbrit një kodrës, o ju njerëz, o ti njeri, mja pas zbrit kodrës, e kishte qa për gjimës, e kështë pa kodrën me frikë të madhe." Pse? Se fjala Allahut është e randë. Mirë po, na jena qatë lehtë sa s'ndikon. Na jena qatë lehtë që nuk ndikon. Thot Allahu xhallahu ala: "Wa kullu amrin mustaqir." Çdo sendi do t'i vene koha e vet. Kjo dietar kanë thënë, kjo kërcënim, sa ta kanë thënë. Ja besë zbadhe kush na kthen neve për zdyti. Allahu thot: "Kullu amrin mustaqir." Çdo sendi do t'i vene koha e vet, edhe neve kam ardhur koha e jon.